E thash pak në hyrje, ju e dëgjuat të drejtësi dhe politike. E kam fjalën pikërisht për SPAK-un kur flasim për drejtësinë e re. Pyetja ime e drejt për drejt e parë është kjo. Mega operacioni Ura, pra ky operacion i kaq shumë trumbetuar nga media këtu në Shqipëri, është në fakt zbulim apo mbulim i lidhjeve të grupeve të krimit të organizuar me blerjen e votës në këndvështrimin tuaj? Keni fjalën për mega operacionin Ura. Për mega operacionin Ura. Është zbulim apo mbulim i lidhjeve mes grupeve, po themi, të krimit të organizuar me votën? Si e shihni ju? Është pyetje drejt për drejt, sepse edhe opinioni publik është i ndarë në ata që e mbështesin dhe ata që e kontestojnë në fakt aksionin e SPAK-ut. Në qoftë se ky operacion do ishte i hetuar për një kohë më të shkurtër dhe mund ta interpretojnë në mënyrë ndryshme, por ky është një hetim i cili zgjatet shumë në kohë. Ky grup aktivitetin e tij e shtrin nga 2016 dhe hetimet kanë dalë në atë kohë që ende ka qenë në veprim platforma. Pra në vitin 2020 kanë filluar hetimet mbi bazën e disa informacioneve që keni për shkak të komunikimit të personazheve të këtij grupi në platformën Sky dhe EncoChat. Ka qenë një dëshmi e Dumanit, i cili ka deklaruar se komunikimet duke përmendur dhe këtë grup kanë qenë në kësaj platforme. Dëshmia e penduarit të drejtësisë shqiptare, por dhe dy dëshmi të tjerë të drejtësisë në Itali janë pjesa e cila ka një përputhje midis deklarimeve të tyre, rrëfimit të tyre dhe dhënave të marra nga ky sistem për shkak të kodeve që ai ka vënë apo ato kanë vënë në dispozicion të grupit hetimor. Është ngritur një çështje nga Italia, ka qenë një lidhje me strukturën e posaçme dhe ka filluar një skuadër përbashkët hetimore e ndërtuar me bazën e jo vetëm të marra nga përgjimet e komunikimeve në Sky dhe EncoChat, por dhe kryizimet e informacioneve të marra nga përgjimet të ndërtuara mbi bazën e komunikimeve telefonike, përgjime ambientale dhe teknikave të cilët kanë qenë në terren duke ndjekur, filmuar, regjistruar aktivitetin e tyre. Dhe prokuroria e Barit ka kërkuar një vendim gjykate për të bërë një arrestime, për nxjerrë urdhër arreste për një grup rreth 52 vetash, por kjo nuk është ekzekutuar, që ka qenë rreth muajit të shkurt, data 21 shkurt e 2025-s, dhe ka pasur një shtyrje në kohë që është lënë pas procesit zgjedhor. Ka qenë, sepse ishte e nevojshme kjo kohë, ka qenë një dakordsi midis palëve që të mos kishte interferencë në procesin zgjedhor, apo ka qenë e nevojshme që meqense SPAK-u e ka pas në objekcion, dhe jo vetëm, por ka qenë një strukturë e posaçme, task force ngritur SPAK, Prokuroria e Përgjithshme dhe Komisioni Zgjedhor, që të hetonin krimet zgjedhore. Dhe ndoshta për të mos ndërprerë qoftë edhe hetimin e grupeve durësit përfshirë dhe këtë grup, mund të ketë qenë vazhdimi i hetimeve dhe për aktivitetin nëse ata mund të jenë përfshirë apo jo. Gjë që do dalë më pas, sepse hetimet, arrestimet është vetëm fillimi i këtij hetimi ndaj këtij grupi që mund të jetë përfshirë dhe mund të ketë pasur edhe përfshirje dhe ndikime në procesin zgjedhor. Se që nuk mendoj që kjo ndërpre, po e quajmë, aktiviteti i grupit, dhe kjo ndodhi pikërisht mas datës së zgjedhjeve. Por mund të ketë qenë një taktik apo një strategji e cila mund të kërkojë edhe pasurimin e tyre në këtë aktivitet zgjedhor. Sigurisht dhe për të shmangur ndoshta edhe interferencën e tyre në procesin zgjedhor. Plas në tërësi, jo vetëm thjesht të këtij grupi kriminal. Politika. E di pse ju a bëra atë pyetje zoti Softa, sepse flas gjithmonë në këndvështrimin e atyre që e shohin me dyshim ose po të them e kontestojnë mënyrën se si është organizuar ky operacion. Dhe ata thonë që është dhënë masë sigurie për ata që tashmë janë në masë sigurie. Pra u propagandua dhënia e masës sigurisë për ata që tashmë janë në masë sigurie, ndërkohë që çështja kryesore është ku gjendet personazhi kyç i hetimeve të kësaj dosje deri tani, që është pikërisht Elvis Doçi ose Visi i Pojës. Kush e ka dekonspiruar operacionin? Që ai është i lirë, është narrativ, po themi. Nuk mund përjashtohet, ndoshta dhe mundësia e dekonspirimit, edhe pse ata e shmangin apo e thonë që në Demokratë Greke që nuk ka pasur dekonspirim,
mund të vijë nga pala italiane, mund të vijë nga pala shqiptare, mund të vijë nga persone të tjerë të cilët kanë pas dieni për këto flet arreste, por është një problem që në shumë raste kemi shmangje të numrit të personave me flet arreste me realitetin për të ekzekutimin e masës sigurisë. Koha për cilën masat e sigurisë kanë dalë me vendim gjykate nga Bari, ka pasur një afat rreth 3 muaj. Dhe ka qenë një kohë e mjaftueshme, ndoshta, që ata mund të kenë pasur dieni apo jo, mund të ketë qenë rastësore apo jo. Kjo mbetet për të parë, pra aq kohë sa nuk kemi fakte dhe nuk mund të flasim për diçka që të cilën mund të bërim hamendsi. Por nuk mund të përshtohet qoftë edhe mundësia që të ketë pasur rrjedhë informacioni apo dekonspirim, dhe këta persona mund të jenë larguar, sepse lidhjet e tyre të dyshuara, të forta midis vendeve tona, Shqipërisë dhe Italisë, por jo vetëm, por edhe me struktura të cilët lidhen me pushtetin lokal, me pushtetin politik, apo me persona të tjerë të cilët janë në administratë, nuk kanë munguar për shkak të forcës ekonomike dhe për shkak të marrëdhënieve që ato kanë pasur në aktivitetin e tyre kriminal. Edhe pse kanë pasur një profil të ulët publik në raport me pasurimin. Është folur shumë për këtë grup, por ka qenë, sikurse deklaroi një nga grupet më të rrezikshme në vend, për mënyrën e organizimit dhe për peshën dhe fuqinë e tyre ekonomike. Ju folët për mundësi dekonspirimi. Unë do t'ju pyes në vazhdim, a ka mundësi përveç dekonspirimit që hetimi i këtyre personazheve me profil të ullët, por me fuqi të madhe të pengohet qëllimisht, e kur them të pengohet, sigurisht nga politika, se kush mund ta ketë fuqinë që të pengojë një hetim të antimafjes italiane dhe të prokurorisë posaçme? Operacionet më të suksesshme të cilët kanë sjellë produkt kanë qenë operacionet e organizuara nga ndërkombëtarët, kryesisht nga partneriteti midis strukturave të vendeve të BE-s, përfshirë këtu Italinë, Belgjikën, Gjermaninë, Spanjën, për operacione ndryshme që kanë organizuar, qoftë në call centra, grupet kriminale, operacionet antidrog apo arrestimet e personave me të përfshirë në aktivitete kriminale. Dhe nuk besoj se ka një fuqi qoftë dhe politike që ta pengojë këtë gjë. Aty thuhet për një dakordsi. Nuk e di, fjala dakordsi ishte për shkak të gjuhës diplomatike që edhe pse janë prokurorë ata e përdorin, sepse në moment që dalin në një konferencë për shtyp, sigurisht ato e kanë para përgatitur çfarë duhet deklarojnë, deri ku duhet deklarojnë dhe kush mund të jetë niveli i informacionit dhe thellësia e këtij informacioni që duhet t'japin në rrjetin e publikun. Që transparenca është pjesë e politikës antimafjës italiane, po dhe prokurorisë italiane, që gjithmonë çdo lloj operacioni kanë për detyrë të japin informacion për mediat dhe për publikun. Dhe nuk e di nëse kjo gjë funksionoi edhe me palën shqiptare, apo pengesat që mund të kenë nga pala shqiptare dhe ndikime që ju apo të tjerët mund të pretendojnë. Por unë thjesht bëj analizën, nuk mund të shkoj dot që të shkoj në një version të mundshëm, ku politika mund të ketë pasur apo ndikime, por shumë e vështirë që të ushtroj funksion apo pesh apo presion politika ndaj strukturave ndërkombëtare siç është DEA, sepse këtu ka qenë një bashkëpunim dhe rakordim midis jo vetëm palëve, pra prokurorisë Barit, por ka qenë një rakordim dhe me miratim dhe me autorizim të Eurojust. Është një strukturë europiane e cila është në nivelin atill që është mbi politikat ose mbi influencat e politika, aq më tepër që kjo të vijë apo jo nga një vend i vogël që nuk është se ka një peshë madhe në politikat e Bashkimit Evropian apo në politikat e Eurojust apo në politikat e faktorit siç janë Europol apo Interpol. Ju kuptoj. Tani, i gjithë këtë diskutim për mega operacionin Ura, merr një tjetër valencë kur flasim që ndodhi pas zgjedhjeve të 11 majit dhe sërish duke u vendosur nën petkun e opozitës, ata akuzojnë që këto banda u lanë të lira që të punonin në kohën e zgjedhjeve për të mbledhur vota. Pyetja ime për ju është task forca e SPAK-ut, cila është e vërteta e saj për këto zgjedhje, si fillim? Shpesh gjatë gjithë fushatës dhe tani pas fushatës, palët politike kanë qenë të ndarë. Opozita thot që struktura e posaçme dhe policia në veçanti nuk kanë funksionuar në të gjitha rastet kur ne kemi telefonuar
dhe kemi pasur fakte dhe mundësi që po ndodhin në flagrancë e proceset të ndërhyrjes, si intimidimi, përdorimi për infrastrukturës në rasti i shkollës Petronini, se ishte një call center ai momenti që personat largohen e tjerë. Të gjitha këto kanë qenë këndvështrimi dhe qëndrimi i opozitës shqiptare. Ndërsa rasti i politikës, flasim të majorancës, ka qenë që ata nuk kanë vepruar sepse nuk ka pasur fakte dhe nuk ka ndodhur që të kemi krim zgjedhor apo të kemi informacione për krim zgjedhor. Kështu që u përdor edhe SPAK-u në dy këndvështrime politikisht. Në këndvështrimin tuaj, ka pasur apo jo krim zgjedhor dhe a ishte SPAK-u në lartësinë e hetimit apo parandalimit të këtij krimi zgjedhor, sipas jush? Unë nuk mund të them që ka pasur apo jo krim zgjedhor, por struktura e posaçme e krijuar midis tre institucioneve, SPAK, Prokuroria e Përgjithshme dhe KQZ, u ngrit si një nga shqetësimet për shkak të historikut, sidomos të disa zonave, të cilët kanë qenë shumë problematike, dhe krimi zgjedhor dhe ndikimi i tyre në proceset zgjedhore është krimi më i madh që mund të ndodhë një sistemi demokratik, një vend që buron nga vota e lirë, dhe nëse ka devijim të demokracisë, sigurisht që shkon tek institucionet, të cilët nuk do të funksionojnë, por do të jenë pjesë të ndikimeve të grupeve të interesit apo të grupeve kriminale. Prandaj ishte shumë e rëndësishme pritshmëria e publikut, e madhe, pritshmëria e publikut ndaj këtij procesi vëzhgimi dhe fakteve dhe rezultateve që kishte apo s'kishte dhe a veproi apo nuk veproi kjo strukturë. Sigurisht duhet të analizojmë në një kënd që kjo strukturë nuk është polici, që shkojë atje dhe të arrestoj. Është hetim, është mbledhje e provave, të cilët sigurisht kemi mbledhje në 100 telefonave, kemi persona të cilët sot janë në hetim, ka persona të cilët pritën të kemi arrestime. Nëse ato kanë pasur, por duhet të faktosh deri ku shkon. Janë individ, janë struktura, janë grupe të lidhura me këto struktura dhe mendoj se mund të ketë pasur ndoshta informacion që mund ndikojë. Në qoftë se do të kishim një goditje, sigurisht që do ta tremte, po dhe bolle kanë trembur për faktin që grupet të zbritura në Elbasan, grupet të zbritura të BG-s këtu atje, pra këto informacione dënë nga mediat, dhe lëvizjet e tyre nuk është se kanë munguar. Ose krimi ka qenë shumë më i sofistikuar, dhe mënyra e përdorimit apo jo mund të ketë qenë shumë më e rafinuar. Por këtë nuk e dim dhe këtë do të presim, dhe do kemi dy momente që do të presim të analizë. E para, do të kemi një qëndrim zyrtar të vëzhguesve ndërkombëtar ose BODIR, të cilët bën një deklaratë paraprake. Do të presin konkluzionet, çfarë ka ndodhur nëse ka pasur një ndërhyrje në proces zgjedhor dhe çfarë ka bërë struktura e posaçme, përgjimet deri ku të çojnë. Dhe kjo do të rrisë apo do të zvogloj, po themi besimin e kësaj strukture ndaj këtij procesi ka shumë të diskutuar, ku prej 30 sa vitesh nuk kanë munguar problematikat, ndërhyrjet në proceset zgjedhore, manipulimet të zgjedhësve apo të zgjedhjeve, të cilët mund të kenë sjellur devimin e vullnetit të zgjedhësve në zona të caktuara apo në komuna të caktuara. Se këto kanë qenë problematike edhe për pushtetin lokal dhe për pushtetin politik. Por ky rast është prova e besueshmërisë së këtij institucioni, e cila deri tani ka vlerësimin maksimal të shqiptarëve. Dhe për ta mbyllur shkurtimisht me pjesën e SPAK-ut në raport me zgjedhjet, deri tani kemi rreth 115, mos gaboj, ndoshta mund të jenë shtuar këto ditët e fundit denoncime sa i takon pra procesit të krimeve të lidhur me procesin zgjedhor, por nuk kemi një hetim gjithëpërfshirës, pra një hetim që të përfshi më gjerësisht, po them, krimin zgjedhor. Kemi thjesht raste specifike të denoncuara nga palë të ndryshme, po themi. Profesionalizëm do të thotë të mos nxitohesh për të arritur një veprim caktuar, i cili tentativa për të shfaqur pengon zhvillimin e një aksioni caktuar. Për shembull, a ka pasur element operacioni Ura nga 2021 deri në 2025 që mund të kishte arrestuar atë person? Po, ka pasur. Dhe nëse kjo do të ndodhte si ndodhi me rastin e bananëve, të cilët informacioni që erdhi nga DEA, operacioni i përbashkët midis palëve, shkojnë dhe veprojnë në Durrës, duke e ndërprer aksionin, duke bërë sekuestrimin e arkave të bananëve. Nuk u la të shkonte në destinacion, që të kishte mundësi ta përmbyllin, sikurse ndodhi në rastin e një operacioni që ishte me pleon kimik, nëse ju kujtohet.
ata që ndruan për ditë të tëra në disa ambiente, derisa arritën në vendin e quajtur e vendin ku do të kishin laboratorin dhe përpunimin e lëndëve, gjë që bëri mbylljen e ciklit të hetimit dhe solli dhe arrestimin e plot. Edhe këtu mund të jemi në të njëjtën skemë. Pra, kemi informacione, mund të kemi pasur përgjime, mund të kemi prova dhe duhet që këto prova të shkojnë që nga sekuestrimi i telefonave, kontrolli i banesave dhe vajtja për ta bërë më të plot se a ka strukturat veçanta dhe jo individ pavarësisht se kujt force politike i takojnë, të cilët mund të kenë devijuar dhe sa mund të kenë devijuar në këtë lloj procesi. Dhe kjo është ajo që unë pres dhe kjo është ajo që duhet presim, sepse hetimet profesionale shtrihen në kohë dhe shpeshherë shumë veprime të kundërligjshme lejohen dhe mbahen nën kontroll, nën mbikëqyrje për të shkuar dhe për ta thelluar që kur të kemi një ndërhyrje të jetë e një grupi të caktuar dhe gjithë personat përfshirë. Dhe jo thjesht 3 individë, siç kemi parë rastin një kandidat i një force politike që kishte 100 euro ja dha një personi, ja arrestove, u morë me një individ dhe mbyllë problemin. Por nuk zgjidhen problemin që problemet e shitblerjes votës, ndërhyrja e grupeve kriminale, përdorimi i aseteve shtetërore, abuzimet dhe përdorimi i grupeve të cilët janë grupe interesi, sa dhe si ndikojnë në këto procese, sepse ky është një proces dhe kjo është një goditje që duhet t'i japim një herë mirë. Sigurisht që ky hetim se do të vi më pas, kam përshtypjen dhe kam analizën time që gjatë muajit korrik do të kemi shumë arrestime lidhur me çfarë ka ndodhur në këtë proces zgjedhor. Okej, është një parashikim që për cilin ja vlen të presim në fakte dhe të shohim. Megjithatë, zoti Softa, unë duhet të kaloj në një tjetër çështje sa i takon lidhjes raportit mes drejtësisë dhe politikës. Ish presidenti i Republikës, njëkohësisht ish kryeminist, ish kryetar kuvendi dhe ish kryetar dhe kryetari i një partie opozitare, zoti Ilir Meta, është zyrtarisht në akuzë së bashku me zonjën Kryemadhi. Tani, a mendoni se procesi që tashmë është në gjykat është një proces për të dobësuar opozitën dhe apo është një përpjekje për të hequr mendjen nga diçka tjetër më e rëndësishme, ndoshta në kuadër të kësaj që ju that pak më parë, të krimit zgjedhor po e thjeshtoj? Në moment që personat kanë pushtetin politik ose pushtetin përfaqësës, sigurisht që gjëja e parë që të vjen për të bërë analizën është që është një sulm politik. Por ato kanë një akuzë konkrete, është bërë një hetim gjatë kësaj kohe, dhe sigurisht i bie që të kesh barrën e provës ndërmjet këtij hetimi kaq të gjatë dhe kaq shumë të diskutueshëm në gjykatë. Dhe do të jetë gjykata dhe përballje në këtë proces që do të vërtetojë nëse qëndrojnë apo nuk qëndrojnë të gjitha këto akuza, dhe sigurisht i takon zotit Meta për të realizuar mbrojtjen e avokatëve të tij. Dhe kjo do të dëshmojë nëse do të kemi me një proces politik montuar apo do kemi një proces korrupsioni ku janë përfshirë zyrtarë të lartë. Sigurisht që ato kanë ndikuar dhe ndikojnë në procesin zgjedhor, sepse kjo ndodhi pikërisht në momentin kur zgjedhjet sapo përfunduan. Edhe rasti i kalimit në gjykim i zotit Berisha, fill mbas përfundimit të këtij procesi zgjedhor, sepse 7 muaj ai u zvarrit dhe nuk patëm një mas nga gjykata nëse do të kalonte në gjykim apo do të kthehesh për hetim. Të ndodhen pikërisht të dyja ndodhen mbas këtij procesi zgjedhor. Por duke qenë një person teknik, unë nuk jam përfshirë, po themi në diskutime në sensin politik, po jam përfshirë në sensin e një logjike ku këta institucione që më në fund kanë në hetim apo në gjykim personazhe shumë të rëndësishëm që kanë drejtuar jetën politike të vendit, ish president apo ish kryeministra, sigurisht janë shumë të rëndësishme dhe ky lloj gjykimi, hetimi ndaj çdo personi që ka pasur apo ka funksione, do të jetë një lloj gjykimi për vitet e punës, për kontributet që ato kanë dhënë, apo nëse ka ndikime të cilët do të jenë shumë të rënda nëse do të ndodhë që strukturat veçanta të prokurorisë apo të gjykatës mund të kenë influenca politike. Por do t'ja lejmë kohës dhe procesit të hetimit ato çfarë do të ndodhë. Dobësimi i opozitës nuk vjen me prokurori as me gjykatë, dobësimi apo forcimi vjen me komunikim me qytetarët dhe me votuesit të saj. Nëse ka pasur një regres, po themi të opozitës, ka ardhur si lloj e gabimeve të saj.
gabimet të cilët kanë lëshuar nëpërmjet politikave të të konstante, kur lëshuan pushtetin lokal, kur abandonuan parlamentin, kur vendimet e ndryshimit të kodit zgjedhor erdhën si rrëdhoj e mbetjeve të këtyre partive që bashkuan forcën e votës e të kartonit me forcën drejtuese, sepse ndryshimet të kod sollën mundësinë, për shembull, nëse në këto zgjedhje kemi, po themi, një forcë e vogël e re politike me 70.000 vota dhe prodhon një deputet, një parti tjetër merr 30.000 vota dhe prodhon 3 deputet, atëherë numri i votave të këtyre forcave politike për shkak të kodit zgjedhor prodhoi rreth 20 apo 19 deputet, të cilët i bashkohen partisë fituese. Pra partia fituese ka të njëjtin numër votash, por merr më shumë deputet se sa numri i votave që ka marrë 4 vjet më parë. Dhe ky është kodi. Por në këtë kod mban përgjegjësi dhe vetë opozita, sepse kodi është miratuar në Parlamentin Shqiptar. Ka marrë atë lloj numri votash të mjaftueshëm 84 vota për të bërë këtë miratim. Dhe me gabimet e tyre sigurisht kanë ardhur në pikë që nuk themi se janë to prokuroria apo hetusia apo gjykata, po janë pikërisht gabimet e politikës dhe ndryshimet her pas here, si të kodit penal, si të kushtetutës vendit, ashtu dhe të kodit zgjedhor. Të gjitha këto amulli dhe ndryshime kanë favorizuar partinë udhëheqëse ose partinë që është në pushtet, e cila sigurisht ka ato avantazhe të veta për shkak të qenurit të administratës të punësuar sepse kanë shumicën e bashkive, të punësuar sepse kanë gjithë administratën publike, të punësuar sepse kanë qoftë dhe shap, të cilët nuk janë pak, po kanë një numër të konsiderueshëm punojësish, të cilët janë pjesë e administratës tyre. Dhe gjitha këto janë ato faktorë që sollën këtë lloj fitore apo këtë lloj rezultati në procesin zgjedhor. Qartë, shkurtimisht edhe dy pyetje të fundit, po jo më pak të rëndësishme, si e komentoni vendimin që rrëzon burgu në fakt për ish drejtoreshën e klubit sportiv Tirana, zonjën Debora Keqi, dhe në vend të dënimit me burg i jep asaj 16 muaj shërbim prove. Në kuadër pra të dosjes 5D flasim gjithmonë. Ne kemi qenë shumë të ndjeshëm, vazhdojmë të jemi të ndjeshëm si qytetar, kur bëhet fjalë për shpërdorimin e fondeve publike, Pikërisht. të cilat keq përdoren apo grabiten në format qoftë 5D apo 3D apo si dhe ave merren, ku persona të cilët kanë për detyrë që ti menaxhojnë ata, dhe kur kjo ndodh dhe gjykimi ndaj tyre përfundon me shërbim prove, kuptohet që është një dështim. A është një dorëzim, po themi, i GKK-s ose i SPAK-ut përballë Veliajt në një farë forme? Nuk e gjova pyetjen të lutem. A është ky vendim, po them, një farë dorëzimi ose një farë lëshimi, si mundemi ta quajmë, i SPAK-ut dhe GKK-s përballë Veliajt? Jo, ky nuk është përballë Veliajt, po ky është një lloj dështimi, po e quajmë. Po? Ndaj një funksionarëve publik dhe funksionarëve politik. Sepse nëse s'është Veliaj dhe dikush tjetër, sa raste kemi që ndoshta për një vjedhje të energjisë apo për një gjë tjetër nuk kemi pasur shërbime prove, ndërsa për personat të cilët kanë qenë drejtues policie, apo funksionar bashkish, apo funksionar publik, ndodh që formula o ka gruan të sëmur, o kanë probleme vetë me zemër, ose kanë favorizime të kësaj natyre, dhe këto forma marrin dhe i lehtësojnë ata për ta kryer pjesën e mbetur në kushtet e banesës ose me shërbim prove. Ndërkohë që nuk ka ndodhur, thash, me qytetarë të thjeshtë, të cilët përveç krave dhe financave familjare nuk kanë as mbështetje politike dhe as ndonjë peshë të një pushteti të caktuar. Atëherë kjo është ajo që themi dështimi ose frika që gjykatët punojnë apo mund të punojnë me dy standarde. Qartë. Edhe çështja e fundit për cilën dua t'ju pyes lidhet pikërisht me gjykimin ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Pse ju shmang ish-ministrit Beqaj gjykimi i shkurtuar në këndvështrimin tuaj, dhe a duket sikur ai po përdor në fakt deklaratat dhe rekomandimet që qeveria i ka bërë SPAK-ut, ato 8 rekomandimet e famshme për të drejtat e të hetuarve etj, për t'u mbrojtur në fakt në këtë proces gjyqësor? Pra, a duket sikur po fshihet Beqaj pas manjës ministrit drejtësisë përmes deklaratave të këtij të fundit? Kur kërkon gjykim të shkurtuar, përfiton nga ato avantazhe që i jep ligji,
që ti ke ullje të ndjeshme të dënimit. Dhe kjo ndodh në ato momente kur personi ndjen frikën e dënimit dhe nuk ndjen përgjegjësinë e përballjes në gjykat me prova dhe me fakte për të kërkuar pafajësi. Dhe me sa duket, e ndjen vetën të humbur dhe thotë të dënohem sa më pak tjetë mundur në raport me vitet e qëndrimit, të cilët nga njerë mund të reduktohen vite burgu, ose pastaj dhe konvertim i viteve nëpërmjet shërbimit provës. Sepse ndodh që vitet e qëndrimit në para burgim e avantazhojnë atë në raport me ditët e qëndrimit. Dhe gjykimi shkurtuar, atëherë reduktohet masa e dënimit ndaj këtyre personave me këto forma dhe këto mundësi, të cilët mendoj që në rastet e funksionarëve publik, në rastin e funksionarëve politik, të gjitha ato që lidhen me krime zgjedhore, ose me grabitjen e pasurisë kombëtare, ose shpërdorimin e fondeve publike, këta nuk duhet të kenë kurrë gjykim shkurtuar, por këto duhet të kenë një gjykim mundësi dhe popullor dhe të marrin masa dënimet, sepse është politika ajo që i bën të gjitha pasojat pozitive dhe negative, si në ekonomia ashtu dhe në demokraci. Jeni shumë i ashpër në këtë rast. Jeni shumë i ashpër. Jo, po s'ka, më thuaj, nëse një qytetar do të kërkojë drejtësinë për pronën e tij, ku do ta kërkojë? Në këto institucione. A është përdoruar e drejta atyre për pronën? A ka grabitet pronës, ne themi mafia e pronave? Grupet kriminale që abuzojnë me pronët e qytetarëve, të cilët kur nuk i morën, problemet që kanë pasur. Shikoj që ndodh në hipotekën e Vlorës. Shikoj që ndodh në zonën e jugut, lidhur me pronët e tyre. Pastaj kthehemi ke devijimi i votës. Nëse në një fshat ka fituar partia A, ti ndryshon procedurën dhe del fituese partia B, do të thotë që ti ke ndryshuar vendimin, ti ke ndryshuar fuqinë e sovranit. Atëherë kush vendosin? Vendos kanë 5 njerëz që kanë 5 lek, ata njerëz që kanë influenca dhe kryejnë terror dhe terrorizëm, ato njerëz që kanë bërë 5 lek, i kanë marrë onërmet korrupsionit, onërmet drogës, edhe i bie që nesër të kemi një parlament të diktuar nga ata. Dhe qytetari nuk do të ketë më asnjë lloj fuqie që të vendosi për atë që quhet demokraci, që të votojë alternativën më të mirë ose individin më të mirë. Dhe ky lloj pushteti pastaj prodhon avokatin, prodhon prokurorin, prodhon policin, prodhon ato të burgjeve atje. Pra të gjitha këto institucione kalojnë dhe komandohen nga ata persona të cilët e kanë marrë në këtë formë të lloj pushteti. Atëherë si do të kërkojmë tolerancë ndaj këtij ose ndaj këtij niveli për shkak nëse ne themi punon prokurori me ata, nëse ne themi që shefi i policisë, nëse ti kontrollin e portit Durrësit e vendos nga ata, kapi qytetar me 200.000 lekë dhe letë kalojnë tonelatat e drogës. Në rastin konkret kemi të bëjmë me çështjen e sterilizimit, për të cilin ish ministri është duke u gjykuar. Po jo vetëm për sterilizimin, që kjo është diçka shumë e rëndë, pjesa e sterilizimit. Po unë mendoj që hetimet e tyre duhet përfshirë që kur ka qenë drejtuesi i sigurimeve shoqërore. Atëherë duhet pash, çfarë ka ndodhur me sigurimin shoqëror? Është një grop e zezë lidhur me sigurimin shoqëror. Shikoj si jemi në këtë gjendje. Duhet punojë kaq të rinj për të paguar lekët, po këto para të depozituar nga kontributet e njerëzve ku janë sot. Nesër kërkon një pension, nga do ta marrësh të pension? Pra janë krime të mëdha këto që ndodhin. Dhe kështu fillon gjykimi. Nëse ne gjykojmë gjykimi shkurtuar këtu, ta mbrojmë parlament siç është rasti një deputete që nuk e lëshuan nëpërmjet votës, sepse kanë fuqinë e kartonave. Të mbrojmë këtë person nash, sepse ka qenë më afër strukturës e me radhë, dhe pastaj çfarë bëjnë? Bëjnë që ti dënojmë për krime, siç mund të jenë plantacionet e drogës të dënojmë pastaj për shpërdorim detyre, duke e banalizuar me shkurtim vendimesh, edhe sot janë të lirë, jo pak, po jo, me shumë personazhe, të cilët duhet të ishin dënuar për të tjera gjëra të rënda dhe jo për shpërdorim detyre.